Shpërthimi i ri i virusit Ebola në Republikën Demokratike të Kongos po konsiderohet një nga situatat më shqetësuese shëndetësore të muajve të fundit në kontinentin afrikan. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur emergjencë shëndetësore publike, ndërsa ekipet mjekësore po përballen me vështirësi të mëdha për kontrollin e përhapjes së virusit në terren. Sipas autoriteteve lokale dhe organizatave ndërkombëtare, deri më tani janë regjistruar rreth 250 raste të dyshuara dhe të paktën 80 persona kanë humbur jetën. Megjithatë, OBSH paralajmëron se numri real i infektuarve mund të jetë dukshëm i lartë, pasi shumë zona të prekura janë të paarritshme për shkak të konflikteve të armatosura dhe mungesës së infrastrukturës shëndetësore. Situata po ndërlikohet më tej nga lëvizjet e popullsisë dhe mungesa e personelit mjekësor, medikamenteve dhe pajisjeve mbrojtëse. Ekspertët shpjegojnë se shpërthimi aktual lidhet me një specie të virusit Ebola, për të cilën ende nuk ka vaksina apo trajtime të miratuara, çka e bën reagimin dhe më të vështirë. Virusi Ebola është një sëmundje shumë e rrezikshme infektive që transmetohet përmes kontaktit nga lëngjet trupore të personave të infektuar. Simptomat mund të shfaqen nga 2 deri në 21 ditë pas ekspozimit ndaj virusit dhe fillimisht gjasojnë me gripin e zakonshëm, duke përfshirë temperaturë të lartë, lodhje, dhimbje muskujsh dhe koke. Në fazat më të avancuara, pacientët mund të përjetojnë të vjedha, diare të forta, dehidrim dhe mosfunksionim të organeve jetësore. Në disa raste të rënda, sëmundja shoqërohet dhe me hemoragji të brendshme dhe të jashtme, duke rritur ndjeshëm rrezikun për vdekje. Autoritetet shëndetësore po përqendrohen tek identifikimi i shpejtë i rasteve të dyshuara, izolimi i pacientëve dhe kufizimi i kontakteve në spitalin dhe komunitete. OBSH dhe organizata humanitare kanë kërkuar mbështetje urgjente ndërkombëtare për furnizime mjekësore dhe personel shtesë në zonat më të prekura. Megjithëse situata në Afrikë mbetet serioze, ekspertët vlerësojnë se rreziku për përhapjen globale aktualisht konsiderohet i ulët. Që shpërthimi të madh të Ebolës në vitin 2014-2016, rastet jashtë Afrikës ishin të kufizuara. Në Mbretërinë e Bashkuar u konfirmuan vetëm 3 raste dhe të gjithë të infektuarit ishin punonjës të kujdesshëm shëndetësor që kishin ndihmuar në zonat e prekura nga epidemia.